Për sot do bëjmë bozë. Përbërësit për bozën janë miell misri i bardhë, miell gruri, sheqer. Shumë njerëz bozën e bëjnë me majabuke. Ne sot bozën do e bëjmë me bozë të vërtet. Kemi marrë një gjysmë litre me bozë dhe në vend të majaz do të hedhim bozën. Procedurat e bozës janë: do marrim 2 masa miell misri dhe 1 masë miell gruri, do t'i tretim në një gotë me ujë të ftohtë dhe kur të trete plotësisht këto, do marrim një tenxhere, do hedhim 2 litra ujë, do e lëm të ziej dhe kur të ziej uji, do hedhim komplet masën që kemi olluar të mielrave. Mbasandaj do t'i hedhim edhe gjysmë kile sheqer, do i përziejmë mirë, do t'i kthejmë në një enë tjetër dhe do lëm komplet tretësirën që të vijë. Ajo do krijoj shkumë. Shkumën ne do ta heqim dhe futim në një kavanos sepse ajo shkuma është majaja për të vazhduar bozën për tutje, mbas kësaj mase për të bërë bozë tjetër. Kur të ketë ardhur komplet tretësira, do e fusim në frigorifer. Do e lëm një natë në frigorifer, të nesër në mëngjes do marrim do kollojmë në njësitë të imët të gjithë masën, duke eliminuar mielrat dhe pjesën e trashë që është si lum. Dhe langu që të përfitojmë është boza. E futim në frigorifer dhe pastaj e konsumojmë. Nuk rekomandohet që kjo të futet në akull sepse shpërbehet, ndahet veç boza dhe veç uji. Të gjitha procedurat do i shohim përsëri një nga një. Tani fillojmë përgatitjen e bozës. Kemi marrë një gotë me miell gruri, e hedhim në një enë, e hedhim edhe 2 gota me miell misri të bardhë, të imët. Dy gota. I përzijmë së bashku. Hedhim dhe një gotë me ujë të ftohtë. Hedhim dhe një gjysmë gote. Ose do të hedhim një gotë ujë të madhe të plotë. Edhe përzijem komplet masën derisa të bëhet masa e njëjtë. Në një tenxhere kemi vënë 2 litra ujë që të ziej. Ja dhe masa është tretur komplet. Ka që all duhet. Tani këtë masën do vëmë ta hedhim tek tenxheria që na ziejnë në zjarr. Tani uji ka zier, fillojmë edhe me një lugë të madhe druri, e përzijem komplet masën që tretëm më përpara. E përzim derisa masa të na bëhet e plotë dhe mos na krijoj kokëriza. Tani që masa është bërë e njëjtë, hedhim edhe 2 masa sheqer, që janë 2 gota sheqer. E përzim komplet masën.
Tani është tretur sheqeri me gjithë masat e miellit, e pikim, e kalojmë në një tjetër edhe hedhim bozën e gatshme. Tani marrim një enë të madhe dhe kalojmë komplet masën këtu. Tani komplet masën e kemi kaluar në tenxhere tjetër. Tani hedhim edhe bozën. Dhe e përzim të gjithë masën. Njësoj, si që e përzim për para në të nxehtë, po tani e kemi fikur sobën. Boza bëhet me lloj përbërës, disa e bëjnë me mel, marrin melin, e shtypin, edhe lënë të vijë njësoj si puna e brumit, disa e bëjnë me grur, disa e bëjnë me majabuke, e tresin majan e bukës në ujë edhe hedhin si qodhëm edhe bozën, nësa ne preferuam të bëjmë me bozë. Tashti e kemi përzirë të gjithë masën, i hedhim pak ujë edhe e llojmë. E llojmë të gjithë masën, i vëmë kapakun edhe e lëmë që të vijë. Tani tenxheria është mbushur plot me bozë, ka ardhur lengu, e marrim e futim në frigorifer dhe i presim të ardhurën që mos të vijë më. E lëmë në frigorifer për disa orë. Tani boza është ulur, e heqim shkumën, e kalojmë në një vaze, të cilën e ruajmë për të bërë bozën tjetër. Do me thënë kjo është si një forma jaje. Dhe kthejmë në sit bozën dhe pullojmë pjesë. Duke përhapur në të gjithë sitën, dhe pjesa e hollë kalon poshtë dhe pjesa e ashpër hidhet në mbeturinat. Në këtë mënyrë do vazhdojmë me të gjithë bozën. E kemi kulluar të gjithë bozën, e kemi bërë të trash. Bozën mund ta servirni edhe më të hollë, duke holluar. Ne preferojmë ta bëjmë bozën të trash. E hedhim me ndihmën e një karushe në gotë. Tani i hedhim edhe pak kanellë sipër për zbukurim edhe për shije. Pjesën tjetër e kthejmë në përshishe dhe e mbajmë në frigorifer. E kemi servirur në një gotë, kemi vënë disa shufra kanelle dhe i shufur në mes. Kjo ishte boza jonë. Ju bëftë të mirë.